Some things I never thought I needed. Some things I never thought I'd have. As if they are too hard to believe in. The moment I ever called them mine, I knew exactly what I was calling. I knew exactly what to say. I remember when it felt like time stood still. When I knew in the moment I found my forever. You captured my soul like you've known me for years. Back when love was a whisper. And I promise you always. Promise me you'll always lift me up in your arms. Up on your wings where I'll Përshëndetje YouTube-it e mirë se erdhët. Ja ku jemi në një vlog tjetër të janarit. Janari do jetë muaj që dua të rregulloj gjërat, domethënë shtëpinë, ushqimet, gjërat, që të kem një vit të suksesshëm. Kështu du ta mendoj si vjet. Dua të ikim palestër, gati çdo ditë, kam ikur çdo ditë edhe dje që anti ishte në stadium duke parë Dortmundin, sepse ai më shtyn shumë që të ikim palestër. I ka bëra 1 orë cardio, erdha në shtëpi. Edhe unë ndjeva shumë mirë dhe kam fjetur gjumë shumë raca, ju e dini që unë nuk parafleshu gjumë, vuaj mendojna pa gjumësia. Ndoshta na që nuk lodhesha gjatë ditës, para se t'i kja dhe në palestër edhe në punë jam 3 herë në javë, edhe për këtë arsye ndoshta nuk kam pas bë gjumë të rehatshëm, por tash i flesi qenë që edhe po thoja që janari dua që t'jetë muaj që unë të sistemoj gjërat, duke qenë se është një muaj i gjatë, shumë i gjatë, është data 14 janar dhe duket sikur është data, nuk e di 28 janar, duket sikur s'marron kurrë si muaj, por thash këtë vit dua që gjërat ti sistemoj, të sistemoj shtëpinë, këto gjërat e vogla që më kanë ngelur, bëra një porosi në Amazon, kam marrë një pikturë shumë të bukur që dua t'rregoj nesër ta var, dua të sistemoj pak raftet, thash në Amazon kam përsis një raft për librat, se kam shumë libra dhe i kam të hedhur sa ndej sa këtej. Dua të porosis edhe diçka për banjon, se më prisha i rafti që kisha. Edhe kështu gjëra, kështu ka mendosur. Dua që jeta 2026 të më gjej më të mbledhur si njeri, më të organizuar, më të pastër, le të themi në thonjza, se nuk kam qenë një pësanjose, por më të pastër në selektimin e gjërave që dua. Do më thënë dua gjëra më pak e më mirë, nuk e di fjala pastër a shkon, po më clean girl, estetik, ta them në anglisht kështu. Edhe tash po bëj meal prep, po bëj përgatitjen e drekave për 3 ditët e ardhshme. E pa herën e fundit e më pëlqeu si gjë, ishim shumë të rregullt me ushqimin, nuk shtynim që ta hanim gjërat e tjera. Edhe unë kam edhe një ujë shumë të keq që ha gjatë kohës që gatuaj. Domethënë des të fus gjëra në gojë kur gatuaj. Ushqime, jo çik ta provoj, çik tu jo ashtu, po ky bëhet vakti. Edhe unë nuk dal dot me deficit kalorik nëse vazhdoj dhe bëj këtë çdo ditë, sepse minimalisht ato kanë 200 ose 300 kalori kur unë ha. Jo provoj një salat këtu, jo provoj një gjell këtu, jo aty, jo këtu, ai është vakti, unë nuk ngopem se trurim, nuk e kam marrë komandin që është ngopur, edhe jam më mirë kështu që ta bëj ushqimin sot për 3 ditët e ardhshme. Tash ju tregova edhe tasat që mora te IKEA, kastile për këtë gjë dhe shumë edhe gjërat e tjera. Ushqimet i kam bler që javën e kaluar, se si kisha bërë të tëra, i kisha ngrirë edhe i kisha bën i preva dhe ngriva, edhe tash do bëj një risotto me oriz, kisha marrë bizele, me karrota dhe me qep, do bëj risotton, do fuset e pak salmon në furrë që ta shoqëroj me këtë gjellën, në anë tjetër do bëj dhe një sallatë patate.
unë nuk mund të konsumoj ka shumë patate se kanë karbohidrate, po tjetër po e bën dhe andi që do të bëj masë muskulore dhe duhet të konsumoj më shumë karbohidrate se unë. Edhe kështu gjërash, po bëj pak makarona me pull, po bëj pak oriz, doja të bëj edhe grosh, po nuk e kam lënë në ujë, ndoshta do ta bëj javorën tjetër. Edhe do ju tregoj pak a shumë, nuk do ju tregoj recetat, po do ju tregoj në fund fare se sa shumë gjëra kam bërë. Bëra një sallatë me lakër, jam munduar që të marr produkte të stinës, lakra brukseli, lakër, karot, spinaq, gjëra që janë të stinës, mos të bëj një dietë me tomate, me tranguj, me gjëra që janë verore, sepse nuk janë të stinës edhe nuk janë shumë të shëndetshme. I left the hall light on in case you come back home. I sent a text that I was wrong. Ne shkreta vazhdoj akoma këtu duke përgatitur. Won't you come back tre home? receta deri tani, po bëj edhe për darkën, po bëj ca lakra. Why won't you come back home? I've been sleeping with the light on dim. The dark feels heavier without you in. And every chord I strike cries your name. Erdhëm në shtëpi. Ajo, E di çfarë xhiro kemi bërë sot? gjiro pa lidhje. Do të thënë kota e Ishëm çunë në naftën, shtëpi, edhe 3 euro shile Shkum parkimit. qendër, pagun 3 euro parkim, bëmi gjiro në qendër, shku te ka maksi kot. Kota s'kishin ç'a bëni. Po, edhe u thym rapsh. Edhe unë Makinës, jo, kerevja blem to, blem nacho, imagjino Nacho, kam Valentina. gatuar gjithë ditën sot. edhe hajmë budalliqë tani. Po, edhe di shifeni si është, kapi qikën? Shifeni, vetëm me sallatra, me gjëra, ka me në frigorifer si këto, gati, do më thënë, thjesht i hajmë, Po, thjesht edhe ta ka. hapim, Ja gato gruja gjitha me thonë drejtë. o ka shisa ka në frigorifer, thjesht ta hapim gojen, shisa sallatra, janë 4 të tjera, ore thjesht ta hapim gojen dhe ti hajmë, kash. Po shëma kapi një budalliqë kështu dhe... Jo. Gjithësi ato i hajmë, se i marrin për punë, unë i marr për punë nesën drekë, herë si nesër a drekën. Por jo, ne duam nachos me kështu, duam me kështu, me keze, nachos me Me djath. djath. Sa ajo na vajti mendja, donim të uleshim në një bar, të pinim një çaj, po ai që dua unë të vizitoj ishte i mbyllur sot. Ai me jazz club ishte i mbyllur. Andi nuk do t'i gjatë ndej unë pëlqen muzika jazz, ti nuk i pëlqen. Edhe, kjo ishte gjëja jonë. Edhe më e bukura ishte se unë dola, se më tha Andi a do të dalësh, kurse Andi doli se mendoj se unë isha mërzitur vetëm dje, në që ka ikë stadium edhe doli se donte që unë të dilja të Dy kënaj. dolëm për njëri tjetrin. Po, edhe në realitet as njerëz donte me dalë. Kështu ishte me thonë drejtë. Edhe mungesa e komunikimit sollishin e të zëmëllatëshin 2 orë kot, edhe do të vini për dalë kot. Të zhvishem tash do bëjmë nacho si unë e bura atë të shkëria djathi mund tek Ajcungu. Po edhe do të Edhe hajmë do hajme, do ndoshta shohim një film. film. Do gjejmë një film të vjetër Edhe do në Netflix. Ne pëlqejmë aksion thriller. Këto janë 2 zhanrat që ne shohim. Andi më shumë aksion, unë më shumë thriller. Edhe erë se kur janë Christmas, ai se do të Christmas do shumë. Po, Edhe tash në si- sa, po, Tash jo, si dua më unë ato janë vetëm në marrë. 10 orë. vek. Vekat, no? Tani du më thriller. Një me kështu me suspans, me prasje, me... If they are too hard to believe in. Lee shuts her down and tells her that he needs to pick up the celebration. Chris is shocked when I knew exactly what I was calling. I knew exactly what to Njerëz nga dita tjetër, bëra kafe, akoma me filxhanet e Krishtlindjeve, e kisha harruar këtë se gjithë të tjerat i kam hequr. Bëra punë të shtëpisë, vesha kostumin e palestrës edhe sa po më erdhi një pako, do dilja, do bëj një lavatriçe, do ikim palestër se sot jam në punë. Por
marr te kjo firma, si e ka Gina Tricot, marr shpesh kur janë në ulje, sepse u pëlqejnë shumë si firën, por bën goxha ulje, është nga ato firma që bën ulje goxha të mira, i bën pulovrat me 12 euro, të gjitha gjërat i bën me goxha oferta, që kështu unë ka marr 4 gjëra, 1 Opa 2, 3, 4 Si fillim, ka marrë për palestër, se tash më shtua edhe një hobi tjetër për të bler. E mora vetëm 6 euro, ta shikojmë se e ka marrë të verdh, më pëlqen shumë ngjyra e verdh. Do më pëlqen se ta visha edhe në streqet, por duke qenë se kam të rritë, nuk kam një trup super në formë, do dukesha shumë shëmtut, që kështu në streqet preferoj të vdesh vetëm kafe dhe të zezë. Kjo është bluzja. Sa e bukur. Kam edhe një të nekt, po e kam rozë si kjo, që ka material goxha i mirë, që ka pambuk, edhe është me këtë që kalohet njëra këtej. Këto janë më shumë për yoga, por unë i përdor edhe për palestër se janë shumë të rehatshme. Kanë dhe këto rripat e gjatë, por 6 euro kjo ngjyra perfekte. Super. Approved! Keni parasysh të reelsin që thotë approved. Edhe kur thotë të rregulloj dhe mballën, thotë oh, I don't know for this. Nuk e di kush e ka pa, po është në reels shumë funny. Mora edhe këtë, golfin. Ky ishte 9 euro. Dhe është kështu, shpejt se ka. Sa mirë pas kam paketuar dhe me qese po është golf i vogël, me krah të shkurtra, po që vinë kështu si oversize, pak si i farur, si në ato vitet në 10 që vishet me pantallonat të zeza që i mora te Zara, edhe ato i mora lesh, goxha materiali mirë, edhe ato i gjeta në 50 euro, i gjeta 12 euro. E kam bo Zarën si të përdorme, të iki gjithmonë që dalë në qytet, se pash këtë çka kështu ishte, është 25% akrilik, 25% poliester, 15% lesh, 7% alpaka dhe 3% elasticitet. Mirë është, për 9 euro perfekte është si material. Edhe ndihet ai leshi, i ka materialin goxha të mirë. Kjo ishte tjetra, mora këtë, se tjela këtë. Ja pa shigoce, u influencova, është në Barcelona ajo, quhet Ensa, se si e ka, edhe më pëlqeu se si rrinta asaj. Ajo super e dobët, 60 kg njeri, unë gjithë kjo, por është kjo cardigan kështu. Sa e bukur që nga live, kjo ngjyra antitale dhe thot që kjo është ngjyrë gjyshrash, ne që i kanë këtë ngjyrën grina të zezë me këto, por shumë e bukur me këtë jakën kështu. Kjo ishte 10 euro e 80 cent. Edhe e fundit që është preferuara ime dhe që me si po krisja është kjo ishte 12 euro. Këto ishin atë 20, po ishin bo me ofertë nga 12 euro. Imaginoni, super oferta me ndosh. Nuk kam bler shumë online, më para kam pas marrë më shumë gjëra online, kësa radhe kam marrë në për dyqane. Nuk e di pse, sikur s'kam bler shumë me këto uljet. Kjo është bluzja, sa ngjyrë bukur. I love this color. Më pëlqen shumë si ngjyrë, materiali, ndihet shumë e ngrohtë, mendoj se do duket shumë bukur. Veshur me pak pantallona të bardha, kjo do duket shumë yll. Edhe këto ishin blerjet, edhe ora është 1:30, unë po pi një kafe, duke qenë se s'kam mbaruar kafen, do pi do rri 10 minuta dhe do nisem për palestër. Do vi do haj puk, edhe në orën 4 jam në punë. Kështu ka ikur dita sot. Më pëlqen palestra, më pëlqen se kam një angazhim. Përveç punës, kam edhe një angazhim tjetër, edhe më duket sikur më mban kështu të mbërthyer. Do të thënë nuk më le që të mërzitem shumë, sepse atë po diskutoja edhe me Andin, si një person që rri gjithë ditën në shtëpi mërzitem shumë, me thënë të drejtën. Mërzitem se s'kam ç'a bëj. Si një person që rri gjithë ditën, unë bëj një punë që është pak orë.
Domethënë nuk i ki 8 orë në punë, i ki 3 herë në javë, 4 ose 5 orë, edhe nuk janë shumë orë ta mendosh nga një njeri që punon 40 orë. Përveç kësaj, kam një grup shoqëror që e kam goxha të vogël, familjen e kam larg, edhe pse kaloj kohë me Andin, më duket sikur nuk dita e shumë e gjatë, edhe nuk e kam me çfarë ta mbush si ditë. Edhe ndonjëherë mërzitem edhe kjo gjëja më çon në një gjendje pak më të lodhur, si ta shpjegoj që rri gjithë ditën këtu, shtrirë. Edhe nuk më vjen as të bëj punë shtëpie, as të gatuaj, as të laj, as një gjë. Edhe ndiem sa më shumë rri, aq më shumë dua të rri dhe mos të kem një jetë të angazhuar. Edhe goca kur më thon hajde dalim pim një kafe, jo them se të kam punë. Ndërkohë s'kam as i punë rri aty shtrirë. Nuk e dia i ndodh edhe të tjerë, më ndodh vetëm mua, por është një gjë që si vjet dua ta ndryshoj. Edhe kjo është një nga arsyet që më pëlqen shumë palestra, sepse po më çon nga kjo comfort zone im, nga kjo gjëja kështu. Nuk e dia u shpjegova mira, më kuptuat dhe a ka njeri në gjendjen si unë, apo të gjithë janë në punë, të gjithë kanë fëmijë dhe kanë angazhime dhe vetëm unë s'kam asnjë angazhim tjetër që të më marri gjithë ditën. Se duket sikur unë rri kohë gjithë ditën, por jo, unë bëj video, iki në punë, do të thënë këto gjëra duhet ja them dhe vetes time që mos të ndihem fajtore, jo vetëm juve. Por prapë më duket sikur kam potencial dhe kam mundësi për shumë gjëra të tjera. Edhe kjo është një nga arsyet që do marr më shumë orë në punë. Edhe dua të shoh edhe për diçka tjetër. Këto janë planet e mia të 2026-s. Tani të mbledh këtë muajin që bëram, të gjitha gjërat do i mbaj, se i pat 48 euro bën të tëra. Me gjithë postën, se postën e kam me lekë 6 euro. Edhe kaq, këto ishin bleret e mia të fundit. Mezi po pres të vi pranvera. Doja të bëja një udhëtim tani për në Poloni, por se gjitha biletat super lirë, 20 euro vajti ardhe me avion. Por kur pash kohën që atje vinte deri në minus 12 gradë, thash ersi rri se je mirë këtu ku je. Ç'të duhet të vesh nga 8 gradë që jemi sot, të vesh minus 11 gradë, të ka ikur mendja. Në qoftë se ju keni ikur në Poloni, doja t'i kena pjesa e Breakdate-it larg në veri. Në qoftë se keni ikur, më thoni, ja vlen, sepse ofertat ishin shumë të lira për në shkurt, po e shoh. Edhe kështu ndoshta ikim dua ta bëj një udhëtim, por mendoj se një udhëtim në dimër është çiksi argim lekësh kot, sepse dita është shumë e shkurtër në krahasim me në verë që në Europë dita zjat në orën 8 deri në orën 10, për shembull në Francë, edhe në Spanjë zjaste dita goxha deri në orën 9, edhe ke mundësi që të shohësh edhe të argëtohesh më shumë. Se sa tani me vërtet biletat janë më lirë, por mundësia e shfrytëzimit të qytetit është shumë herë më e ulët dhe gjithë udhëtimet që kam bërë në këtë kohë nuk janë ndër udhëtimet e mia të preferuar. Domethënë nuk janë udhëtime që unë i kujtoj shumë shpesh. Dërsa udhëtimet e verës janë kujtime që unë i kujtoj shumë shpesh edhe udhëtoj me mendjen time shumë shpesh tek ato. Pastaj kështu po mendoja. Ju më thoni dhe më shkruani po deshët idetë tuaja që aja vlen një udhëtim tani, andi ka ditëlindjen prandaj po e shohim, edhe çfarë mund t'i bëj Andit me një dhuratë për ditëlindjen tjetër, çfarë mendoni juve? Edhe çfarë janë qëllimet tuaja për 2026-ën? Do doja shumë t'i lexoja se më duket sikur kemi shumë kohë që nuk komunikojmë me njëri tjetrin. I don't wanna care so much, 'cause I really care too much. It's all just overwhelming, I'm just overthinking, I feel like I'm too much. Keep mistaking my anxiety for intuition, and stress keeps getting in the way of my ambition. Logically, I know I shouldn't feel this way, but my body doesn't agree with my brain. I'm looking over my shoulder, worrying it's over before it starts. I'm looking over my shoulder, worrying there's no one there who cares like I do. I really wanna feel free, but I'm worried I will lose me. Somewhere along the road I start feeling cold, get caught up in something old and spin further down the rabbit hole. Down I go,
erdha në shtëpi, syzet, s'ju kam dhe një review për këto syzet që më bleurja për ditëlindjen, që janë të Saint Laurent, janë super syze. Janë shumë të vogla dhe kjo më bezdis pak, por xhamin e kanë shumë të mirë. Më bezdis që janë të vogla, sepse kur bëj kokën shumë, mund të shoh me syrin tim lart, mund të më pas syza. Por, për çmimin që kanë, edhe për cilësinë, janë shumë të mira, marka bën të sajën, firma, emri bën të sajën, por në qëse unë do sugjeroja një palë syze që jam shumë besnike dhe kam shumë kohë që i kam, janë Lespec. Janë 70 euro syze, janë shumë të mira, shumë cilësore, edhe për momentin i kam dhënë ndiku, duhet i kiti marrë, por i adhuroj si syze. Unë i kam një palë të zeza, i kam bler këtu dhe 3 vjetë edhe janë të preferuarat e mia. Ato janë syze që unë vë më shumë. Edhe pse këto janë brand, janë shumë të mira, nuk mund të them janë të këqija, por para Lespec unë nuk vë, do më thënë them raport çmim edhe cilësi. Normale këto janë më të shtrenjta, se bëjnë me lekët që janë bler këto, ti mund të blesh 4 Lespec dhe ble një palë si këto. Në qoftë se doni ti investoni për një palë syze normale, brendi është më i mirë, është më afatgjat. Unë kam një palë Gucci, dhe ato si ve fare me thënë të drejtën. Por Lespec janë super, që ose do një sugjerimin tim. Mora dhe lule, mora edhe vezët i hajmë shumë në prej proteinave, edhe për piramidës së re ushqimore. Më vjen për qeshë se po e flisja me reja në piramidën ushqimore, edhe tashi që është bërë buj se është ndërruar, kur nuk e kam ditur piramidën e vjetër ushqimore. Unë jam ignorante, shumë e dhimbshme për ta thënë për veten, edhe nuk e kam ditur si ka funksionuar, se unë gjithmonë na prindrit, na mamin, na babi, kemi nga mish për ditë o njerëz, gjell me mish, o pulo, o peshk, gjithmonë ka pas protein, o djath, o vezë, o qumësh, të pak të besoj se çdo familje shqiptare ka ngrënë, ka pas prind që thoshte, qa do ti, salam do ti, ke në frigoriferi, ke të gjitha, ke djath, ke vezë, ke qumësh, ke gjizë, qa do me ti, ke gjalp, qa do me ti, do ato pisëlliqet e marketit, nuk besoj se ka që pas prinder në Shqipëri që se ka thënë të paktën një herë në javë këtë fjali, jo më shpesh, një herë në javë. Edhe kur doli kjo piramida e re ushqimore, okej, e dija që drithrat ishin të rëndësishme, por nuk e kisha studuar, me thënë të drejtën, fajtore jam, nuk e kisha pa kurs, ja kisha iden, se kisha marrë pikësi informacioni, edhe të dietat që kam marrë nga dietologët të veçantë që kam marrë kështu, asnjëherë nuk është aluduar që duhet hahet shumë karbohidrat, është aluduar më shumë protein për të humbur peshë. Edhe kur doli kjo thash, pse s'pas ka qenë kështu gjithmonë, vetëm unë po s'kam qenë, të paktën nuk e di si keni qenë ju me piramidën ushqimore, po kështu kam qenë unë. Thjesht më kujtua nga që po aludohet shumë, po flitet shumë për të për momentin. Edhe fiksimi i miri, janë kërpudhat, këto. Dhe unë adhuroj këto, kërpudhat, këto që janë kështu si petashuqe, këto janë të preferuarat e mia. I kam shumë qef, ti bosh me gjalp, me hurë, o zot fantastike, por ne jemi me djetë që kështu do i bëjmë thjesht me vezë, nesër jam në punë, pas nesër. Kam qenë në punë shumë kësaj kohë, shumë ditë më kanë marrë, edhe dje kam qenë hera parë, kasiere vekëm. Isha në kasa, të të më shikonit njerë, se ne kemi shumë kasa, se si tip marketi, e dini ume, ka disa kasa. Por kasa 1 është kasa që punon gjithë kohës, dhe unë s'kisha punuar kur në kasa 1, se kasa 1 supozohet që ti duhet të rrish gjithë kohën në kasë. Gjithmonë kam pas qenë kasa 2, kasa 3, kasa 5, gjatë Krishtlindjeve kasa 5, kasa 6, imagjino sa kasa kemi. Edhe dje isha kasa 1, sepse s'kishte ngelur asë njëri tjetër dhe kishte ngelur gjithë shpresa e punës time e departamentit e dyqanit tim te unë. Edhe thash, po te unë e lati ju, e thash, në moment që ka ngell shpresa te unë, kush e di sa lek ju kam dhe njerëzve, ose kush e di sa lek ju kam marrë se tallëm, se kam mësuar të shë llogarit i bëj unë. Por dje, është me ten. Ju kam thënë që më gatëroj 16 me 60. Dhe në vend që ti thoja një klienti, bëri 16 euro e 30 cent, i thash bëri 60 euro dhe 30 cent. Edhe mirë unë budale.
Po ai me çbërmend, më dha 60 euro dhe 30 cent. Nuk e vur fare në dyshim fjalën time. Kisha marrë 2 gjëra. Bëni 16 euro. Edhe mi dha 60 euro edhe 3 cent. E 30 cent. Tash, nej.